Për këdo tashmë është e qartë. Reperi Noisi, përveç se një këngëtar me influencë tek të rinjt, ishte një element i rëndësishëm i fushatës së Partisë Socialiste në zgjedhjet e 11 majit. Ai nuk është thjesht një figurë publike i angazhuar në politikë me artin e tij, por një artist me lidhje të ngushta me kryetarinë e partisë në pushtet, madje duke i dhuruar shqiptarëve këngën që shoqëroi rrugtimin një mujor të kësaj force deri në ditën e zgjedhjeve. Fundja nuk ka asgjë të keqe, pasi angazhim politik apo miq të rëndësishëm mund të ketë çdo personazh publik. Madje kur bëhet fjalë për artistët që angazhohen në fushata, shumë kush bën paralelizëm me fushatat në Amerikë, kur aktor dhe regjisor Hollywoodi apo këngëtar të famshëm shfaqen krah kandidatëve për president. Ata përfshihen publikisht, pse mos përfshihen edhe këta tanët? Është pyetja që bëhet shpesh. Por këtu ka një diferencë thelbësore. Ata përtej oqeanit, përveç se mbështetës, janë donator të fushatave presidenciale, pra firmosin çekun për mbështetjen që japin, ndërsa këta tanët kanë një këndvështrim krejt tjetër për përfshirje në fushata, sepse në fund presin shpërblimin. Pak rëndësi ka nëse paguhen me shuma të egzageruara për dy këngë në playback në mitingje, punsohen në ujësiellës për të kapur një rrok qyl apo bëhen investitor strategjik. Dhe këtu hyn në lojë ajo që në përditshmëri quhet korrupsion, dhe që ne shqiptarët e njohim më mirë se askush. Teksa ishte në podium me kryeministri në mbyllje të fushatës në Dibër, Noisi luajti rolin e një djali fshati që i digjet zemra për vendlindjen e të parëve, ndërsa Rama mori rolin e babagjyshit që i plotson dëshirat pa një, pa dy, pa një plan, pa një projekt, pa një konsult me drejtuesit e pushtetit vendor, të cilët e din më mirë se askush tjetër se ku duhet investuar. E kam dhe i kërkes. Babi im ka lind me një fshat ane që quhet Lubalesh. Nga ura Shopenzës është vetëm 2 kilometra pa shtruar. Mashtroni edhe atë rrugën shkët shof gjyshit se kam alan në Lubalesh. Dhe sigurisht që zoti Rama nuk mund të thoshte jo, pasi e gjitha ishte pjesë e një teatri mediatik me skenar të parashkruar. Pasi shtrimi 2 kilometrave rrugë në fshatin Lubalesh nuk ishte shpërblim për Noisin, por skenari propagandës elektorale. Hallet e reperit në fakt janë të tjera. Disa ditë para mbylljes së fushatës elektorale, reperit e njohur ishte bërë qoka në shkelje të ligjit dhe në dëm të ambientit. Gjithçka në këtë dokument i firmosur më datë 30 prill 2025 nga zonja Jonida Alidi, sekretare e përgjithshme e drejtorisë juridike të aseteve dhe licencimit, leje nën kamuflimin e ligjit për shfrytëzimin e hapësirës publike, plot 43.000 metra katror në parkun e liçenit artificial të Tiranës. Puna nisi më 15 maj, si fillim duke gërryer tokën, shkullur barin e pemët, më pas vendi u mbush me çakull e granit për të bërë sheshimin e hapësirës, pasi më 31 maj Noisi do të organizojë një koncert me DJ të huaj, ku do të marrin pjesë mira fanca të muzikës elektronike. Kjo hapësirë ka qenë tërësisht e pyllëzuar, nëse bëjmë një vëzhgim të thjesht në Google Earth në përditësimin e datës 9 prill 2022, por në përditësimin e datës 21 tetor 2022, 2 muaj pas koncertit Sunny Hill të Dua Lipës, vihet re se zona e ka humbur ngjyrën e gjelbër. Në përditësimin e datës 7 tetor 2023 dhe në prill 2024 vihet re një ndryshim i vogël në kthimin e zonës në situatë fillestare, ndërsa sot jemi në kushtet kur edhe ato pemë të mbjella pas koncertit të Dua Lipës me taksat e qytetarëve të Tiranës janë shkullur për t'i lënë vend çakullit dhe zhavorit, eskavatorëve, kamionëve, rulave, me të cilët po bëhet gati terreni për montimin e skelave, njëkohësisht duke e gërryer zonën anës saj, pa marrë parasysh dëmtimin e florës dhe faunës. Nuk duhet ndodhte kjo gjë, të prishej kjo hapësirë. Ky park duhet ruajtur në mënyrë më perfekte të mundshme. Unë shoh që ky shtrim që është bërë këtu është me një qëllim afatgjatë, ndoshta, për ta kthyer të një territor të pjesës urbane dhe ta përjashtosh nga parku i liçenit. Biletat për koncertin e organizuar nga Noisi dhe Bashkia e Tiranës kapin vlerën minimale $176, ndërsa zona VIP kërkon plot $400 për person. Nëse llogarisim një pjesëmarrje mesatare prej 7.000 personash dhe një vlerë bilete mesatare $300, pa llogaritur shpenzimet e pijeve dhe ushqimit që do të konsumohen gjatë festës që do të zgjasë 10 orë, organizatorët përfitojnë plot $2 milion. E përsërisim, kjo shifër është mesatare pa përfshirë shpenzimet e mira pjesëmarrësve për konsumin. Plot $2 milion vetëm bileta. Me gjithë këto fitime të pritshme, ato të jetë vetë subjekti Rigel Srajku, ai që do të mbulojë shpenzimet e punimeve që nuk ndalin asnjë ditë dhe kush do të angazhohet financiarisht për kthimin e parkut në
gjendjen fillestare, apo edhe këtu qoka e radhës nga bashkia. Mos ndoshta kjo e fundit përfiton diçka nga shitja e biletave? Edhe për këtë u interesua me një shkresë zyrtare pranë Bashkisë së Tiranës, duke shtuar gjithashtu shqetësimin e qytetarëve dhe ambientalistëve dhe disa përfaqësuesve të opozitës, të cilët hodhën dyshime se terreni po përgatitet për diçka më madhore se sa një koncert muzikor. Por siç mund ta imagjinoni, asnjë përgjigje. Ndaj të drejtën për informim të mohuar nga Bashkia e Tiranës, menduam t'ia kërkojmë vetë filmëtares Jonida Alili, e cila në frymën e një institucioni ku me sa duket mbretëron autoritarizmi, nuk e hap gojën për asnjë moment për të sqaruar atë që vetë ka firmosur. Për ardhi nga Ministria e Piranja, ju lutem hapni për një përgjigje për filmin që keni dhënë për koncertin e Noise-it. Të lutem. Keni bërë një studim? Të lutem. A keni bërë një studim? Ju lutem, na japni përgjigje. Të lutem, largo. A keni bërë një studim me ekspert? Po të lutem më zotëri. Se Alili mirëmëngjes, ju lutem, mund na jepni përgjigje se s'kemi pse ta bëjmë çdo ditë mëngjes këtë. Pse firmosni për shpëlqimin e parkut? Ju lutem, mund na thoni përgjigje? Ju lutem, kush do investoj tani që ai park kthehet njësoj siç ishte me pemë? Ju lutem. Është distancën. Po distancë, po ju lutem, pse s'na jepni një përgjigje? Po or mos prek në vrek. Por çfarë të bëjmë? Po Duan t'ju sqarojmë se nuk kemi të bëjmë thjesht me një sekretare të deleguar që nuk jep përgjigje në terren, nuk kemi të bëjmë thjesht me disa xhandarë që praktikojnë mundje me gazetarët për të mbrojtur shefen e tyre, por me një institucion të tërë që vepron në kundërshtim me ligjin dhe në dëm të qytetarëve të Tiranës, taksat e cilëve përkthehen në rroga për vetë ata individ që firmosin të tilla dokumente. Në rastin konkret, qoka për miqtë e partisë dhe historia na tregon qartë se kjo pjesë toke në parkun e liçenit është përdorur si qok edhe për t'u kagjin Lipën, babain e Dua Lipës, kur kjo e fundit mbajti koncertin Sun Hill në gusht të vitit 2022. Dhe shpërblimi duket se kishte kohë që ishte përgatitur. Gjatë bisedimeve me qytetarë që e shfrytëzojnë parkun e liçenit për qetësi dhe ajër të pastër, rastësisht takuam zotin Skënder Garunja, një nga 17 bashkëpronarët e zonës për cilën po flasim, i kthyer në Shqipëri pas 34 vitesh në emigrim. Këtu ku jemi neve tashi është pedonalja që më bie pjesa mua 60 metra. Kjo është dokumenti. Janë 3750 metra. I pari, motra ime, Fatbardha. I dyti, dajva im që ka vdekur, Mustafa Peti. I treti është vlla im që është në Itali. I katërti është daja im që është në jetë, kurse i funit jam unë, Skënder Sali Garunja. Kjo është pronë që më vjen nga ana e nanës. Ky është vendimi. Në VKM numër 351 datë 16 qershor 2021, e firmosur nga zëvendës kryeministri atëhershëm Erion Braçe, është vendosur shpronësimi për interes publik të pronarëve të pasurive të paluajtshme që preken nga realizimi i projektit itinerare këmbësorësh me pistë vrapimi dhe biçikletash në parkun e liçenit artificial në Tiranë, me vlerë 124.169.229 lekë. Në pikën 6 të VKM-s thuhet qartë se afati i përfundimit të shpronësimit të jetë brenda 3 muajve nga hyrja në fuqi e vendimit. Dhe a janë shpronësuar pronarët tani që kanë kaluar thuajse 4 vite? Kemi aplikuar dokumentat, do na paguajnë, apo sot do na paguajnë, nuk e dim. Thonë që do na japin, te thëna me të bërën janë larg. Dhe ndërsa zotëria me familjar të tij presin shpronësimin, bashkia dhe Noizi përgatiten për eventin miliona dollarësh. Meqense nuk morën përgjigje për 2 shkresat e para zyrtare dhe as përgjigje nga 2 takime në hyrje të bashkisë me zonjën Halili, dërguam një shkresë të tretë ku vendosëm theksin të firmat e kontraktuara për përgatitjen e këtij eventi, cilat janë ato, kush i ka kontraktuar, bashkia apo vetë Noizi, a kanë licenca aktive pranë QKB-s, po leje mjedisore të tipit A dhe B. Dhe siç mund ta merrni përsëri me mend, përgjigje nuk ka. Ndaj vendosëm të atakojmë sërish nga afër zonjën Alili, firmëtare në lejes për shkatrimin e 43.000 metrave katror në parkun e liçenit. Zonja Alili, ju kemi dërguar 3 shkresa për informacion dhe kjo është era 3 që vim tek ju, pse s'na ktheni një përgjigje? Do ta merrni përgjigjen për data. Në fakt, një përgjigje e cunguar na erdhi menjëherë pas këtij takimi me zonjën Halili, ku na thuhet se subjektit Rigel Srajku i lejohet të kryejë përgatitje për zhvillimin e eventit dhe rikthimin e pronës në gjendjen e mëparshme, duke shtuar se ai ka depozituar dokumentacionin e nevojshëm ku përgjegjësi civile dhe penale për çdo lloj dëmi që i shkaktohet hapësirës publike nga aktiviteti që do të zhvillohet, por ky dokument nuk na u vendos në dispozicion. Gjithashtu nuk morëm asnjë përgjigje për pyetjet e tjera drejtuar bashkisë, nëse kanë bërë konsultime me banorë të zonës apo ambientalist, a ka investuar dhe a do të përfitojë të ardhura bashkia nga organizimi i këtij eventi, kush janë firmat e kontraktuara për punime, kush i ka kontraktuar dhe a disponojnë dokumentacion të rregullt. Se mos harrojmë, kemi lënë zonjën Halili duke na pritur. Ju kanë detyruar që të firmosni dhe t'i bëni qok këngëtarit Noises po shty. A ju kanë detyruar? A ju kanë detyruar? Për të tretën herë brenda pak ditëve, zonja Alili largohet e nervozuar pa dhënë asnjë përgjigje, ndërsa nena gjen dita sërish në parkun e liçenit duke dokumentuar masakrën mjedisore që po shkaktohet atje,
por kësaj radhe me sa duket nuk jemi vetëm dhe prania jon aty dikë e shqetëson. Po mirë, dakor, në rregull. Jo, po prit se vendosun se jam gazetar. Kjo të shkojmë fotografi. Qetësohem. Ska këtu në Shqipëri i bëni si doni punë. Në fakt është krejtësisht e kundërta. Në Shqipërinë tonë të mirë, të gjitha punët bëhen si doni ju dhe soi juaj. Me dhunën që për ju është normale dhe me prepotencën e firmave dhe bulave që disponojnë të zgjedhurit nga qytetarët. Po s'mund të viju në punën tënde, ore, të vitë të liç fotografi. Kjo është tok bashkie. Donari kësaj ti si. S'mund të vish me kamera të zgjedhësh markën time. Metron, DBI. Këtu kuptojmë se zotëria ka hall tjetër, të njëjtin hall si Bashkia e Tiranës që nuk them përgjigje, pasi me një kërkim të thjeshtë vërejmë se të dyja firmat Metron dhe DBI nuk disponojnë licenca aktive pranë qendrës kombëtare të biznesit. Një tjetër shkelje për cilën Bashkia e Tiranës me dashje të plotë dhe me gjas me urdhër nga shumë lart ka mbyllur të dy syt. Megjithatë, e rëndësishme është që Noizi më në fund do e çojë Lamborghini në Lubalesh.